Pamjet e reja që po qarkullojnë nëpër rrjetet sociale nga momenti kur turma në klubin e natës Puls evakuohet nga zjarri, dëshmojnë edhe më tepër dyshimet e autoriteteve se mungesa e planit për evakuim dhe daljeve përkatëse mund të jetë njëra ndër arsyet kryesore për numrin e madh të viktimave. Një vështrim planimetrik dëshmon se klubi ka funksionuar me një hyrje dalje dhe një derë emergjente, e cila ka qenë e mbyllur. E njëjta ka qenë e shtuar pas kohe, përkatësisht është hapur më pas, por që nuk është përdorur. Vendi i vetëm ku ka qenë e evidentuar dalja ka qenë porta kryesore e objektit, ndërsa ngjitur me të si objekt shtesë, mësohet të ketë qenë tualeti dhe një hapësirë e cila ka shërbyer si zyre personave përgjegjës. Kjo shtesë nuk ka pasur derë hyrëse nga jashtë, të paktën kështu shihet në plan të parë. Dera hyrëse ka qenë nga brenda objektit ku ka funksionuar klubi. Objekti ku ka funksionuar klubi i natës është ndërtuar në vitin 1999. Plani i parë i vendit ku humbën jetën 59 persona nuk ka qenë i tillë, por ndër vite është ndryshuar. Ka funksionuar si fabrik për prodhime tekstili, ndërsa nga viti 2016 zyrtarisht është kthyer në klub nate. Në të dhënat publike në kadastër, objekti figuron rreth 470 metra katror. Referuar hapësirës, klubi është dashur të ketë të paktën 10 aparate kundër zjarrit. Në mënyrë plotësuese, sipas prokurorisë, objekti nuk ka pasur as sistem hidrant dhe as alarm. Sipas informacioneve të fundit, inspektorët e drejtorisë të hyrave publike e kanë inspektuar objektin për herë të fundit më 21 dhjetor 2024 dhe kanë konstatuar se nuk po lëshohet kupon fiskal. Për këtë arsye është sankcionuar pronari, ndërsa diskoteka është mbyllur.